Tashi, disa rezultate të përpjekjeve tuaja do të duken si vinë natyrshëm, ndërsa të tjerat do të arrihen me një planifikim të mirë. Ju jeni një strategji mirë dhe të gjithë duket se ju dua në ekipin e tyre. Kur bëhet fjalë për tejkalimin e një sfide, do vendosni shpejt për hapat e veprimit që duhet të ndërmerrni për të ndihmuar në zgjidhjen e problemit. Demi, kërkoni më shumë kohë për të menduar përpara se t'i përgjigjeni një oferte ose propozimi të papritur. Fillimisht do të jeni të etur dhe të interesuar, por pasi të keni peshuar të mirat dhe të këqijat, do ta rimendoni. Binjakët, ndjeni se një mik i ri po ju mban shumë gjëra të fsheta, duket se çdo ditë mësoni diçka të re rreth tyre. Mendojini gjërat me kujdes përpara se të merrni vendime. Perspektiva për një projekt të ri duket premtuese. Gaforja. Njerëzit admirojnë mënyrën se si keni gjithçka të planifikuar dhe organizuar kaq mirë. Ana më efikase e natyrës tuaj është e dukshme, pasi do t'ju duhet ta përdorni plotësisht në mënyrë që të riktheheni në rrugën e duhur në projekt grupor. Luani. Ndjeni të tradhtuar nga dikush që nuk e mbajti një premtim ose ju zhgënjeu në momentin e fundit. Ju e kuptoni se ata kurrë nuk kishin për qëllim t'ju ndihmojnë ose mbështesin. Duhet të vendosni se ku ta përqendroni energjinë tuaj tani. Një abuzim i besimit nuk duhet ju pengojë të arrini një qëllim personal. Virgjëresha. Edhe pse e kuptoni se sa shumë ka nevojë një afërm i moshuar për ju, kërkesat e tyre do të ndërhyjnë në planet tuaja. Gjëja më e mirë që mund të bëni është të mendoni mirë anët negative që mund të vijnë nga kjo gjë. Peshorja. Keni një çështje shëndetësore ose financiare që duhet diskutuar. Të qëndrosh i qetë dhe të jesh i duruar me dikë që po përpiqet të shprehë ndjenjat e tij, do të jetë mënyra më e mirë për të trajtuar këtë situatë të ndjeshme. Duke gjykuar nga përgjigjja e lehtësuar e dikujt, do ta dini se po bëni gjën e duhur. Akrepi. Po bëheni më të vetëdijshëm për mënyrën se si dikush po abuzon me besimin që njerëzit e tjerë kanë tek ai. Nëse kjo situatë vazhdon, njerëzit do të lëndohen. Ka mungesë ndjeshmërie dhe mirëkuptimi në një situatë grupore. Shigjetari. Dikush që mendonit se e njihni mirë do t'ju befasojë duke planuar disponimet dhe fantazitë e tyre të mundshme. Ju nuk mund të vazhdoni me ndryshimin e humorit të një shoku ose partnerit të ngushtë, kur një moment ata duan një gjë, tjetrën një tjetër. Bricjapi. Mund të merrni disa këshilla të besueshme përpara se të merrni një vendim ose të ndërmerrni një veprim që mund t'ju çojë në një rrugë të re. Është e rëndësishme të peshoni të gjitha opsionet e ndryshme përpara se të bëni një zgjedhje që ka të ngjarë të ndryshojë jetën tuaj. Do të ndiheni më pak të kufizuar kur të çliroheni nga lidhjet që ju ndalojnë të eksploroni shtigje të reja. Ujori. Një bisedë në internet do t'ju hap mendjen për një pjesë të jetës që kohët e fundit keni refuzuar ta pranoni. Do të duhet guxim, por ju duhet të përballeni me këtë situatë për të gjetur një zgjidhje. Peshqit. Jeni gati për një ndryshim, edhe pse nuk do t'i lini të tjerët të ndihen plotësisht së braktisur, do të tërhiqeni nga disa marrëveshje afatgjata.